Maratona e rinumërimit të 1282 kutive të votimit të qarku Tiranë është në metrat e parë. Rezultati zyrtar i deri tani i procesit tregon pasaktësi në numrin fillestar të votave, menjëherë pas mbylljes së qendrave të votimit. Demokratët dhe socialistët kanë përfituar vota më tepër se çutakonin, fakt të cilin e konstatoi edhe antari i Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve Ledio Braho. Por megjithatë procesi është vetëm fillimi dhe veta, janë numëruar më pak se 10% kutive, ka pasur ndryshime, të dy partitë e mëdha si PD-ja dhe PS-ja kanë humbur vota nga ky proces, ndërkohë që ke kandidatët ka pasur lëvizje, disa kandidatë ka rezultuar që kanë votat pa merituara, ndërkohë që disa të tjerë kanë marrë më pak vota. Pra procesi është në fillim, nuk mund të bëjmë një bilanc tani që të themi se në çfarë mase mund të ketë ndodhur në një tjetër stim votash. Meqense rinumërimi është në hapat e parë, për momentin mund të flitet, se më së shumti janë gabime njerëzore, pamja e qartë do të formohet në mbyllje të procesit. Deri tani, të paktën për ato fletë që kanë ardhur dhe që janë konsultuar me trupën e kasit, kanë qenë çështje të diskutueshme, madje edhe ne në disa vendimmarrje jemi ndarë me shumicë, kështu që ato nuk mund t'i quash as gabime, por janë çështje subjektivitetit grupeve të numërimit. Pastaj nëse vijmë do shohim tjetërsi me votash që janë masive nga i njëjti grup numërimi, pastaj nuk mund të themi dot më që janë gabime njerëzore, por që janë të qëllimshme. Deri tani nuk kemi pasur asnjë rast tillë. Kas ka marrë masa për të përshpejtuar rinumërimin e votave. Janë marrë masat që të ndahet me 2 turne procesi, pra të jetë procesi gjatë dhe të jetë me 2 turne në mënyrë që numëruesit të ndrohen, pra mos jetë njëjtët numërues gjatë ditës. Shpresojmë që të ecim me një ritëm më të shpejtë sot në vijim, por duhet kemi parasysh që qarku i Tiranës, duke qenë se ka dhe një fletë votimi me rreth 500 kandidat, kërkon më shumë kohë fizike në vlerësimin e çdo flete. Në ditën e parë të rinumërimit kaluan në filtr të gjitha votat e Kamzës, por mbeten shumë të tjera për të kaluar në tavulinat e punës, që më pas ndryshimet reflektohen në tabelat e rezultateve, si për subjektet politike, ashtu edhe për kandidatët në listat e hapura.